tabën në robëve të tij të ndershëm, që t'i falë muslimanët dhe t'i shpërblej bamirësit me mirësi dhe begati të ndryshme. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, njeriun më të mirë që ka qëndruar në Arafat dhe ju ka përgjigjur Zotit të tij me madhërim dhe respekt. Bekimi i Allahut qoftë edhe mbi familjen e tij dhe shokët e tij, të cilët ne shpjeguan ligjin e Allahut dhe dispozitat e haxhit. O Zoti i dashur, mundsoj sukses dhe lehtësim atyre prej nesh që kanë vendosur së vjet të kryejnë haxhin në shtëpinë tënde të shenjtë. Lehtësoj rrugën dhe bëj që secili prej tyre për bashkëultarin e vet të jetë shoku i tij më i sinqert. Bëje që gjatë shkuarjes, gjatë kryerjes së të tjera të haxhit, si edhe gjatë kthimit të jenë shëndosh e mirë. Mundsoju që ta kryejnë me sukses haxhin, ashtu siç e ka kryer i dashuri yt, i zgjedhuri dhe i dërguari yt Muhamedi alayhis salam. Nderojmë vizitën e varrit të dashurit tënd Muhamedit alayhis salam dhe të shokëve të tij të ndershëm. Për haxhin e tyre, o Allah i plotfuqishëm, shpërblej ata dhe dhuroju xhennetin, shtëpinë e paqes dhe shpëtimit. O Allah i lartësuar, sikur që i ke mundsuar robërve tu ta vizitojnë pejgamberin alayhis salam në këtë botë, mos u moho atyre edhe nderin dhe shefatin e tij në botën e ardhshme. O Zot, na jep të pim nga burimet dhe dora e tij, pijet më të mira dhe më të këndshme e axhinve, o Zot, mundsoj të pinë nga uji i Zemzemit, ti me të vërtetë je i plotfuqishëm. O Zot, dhuroju, mundsoju që kur ta shqiptojnë telbien e të thojnë lebeik Allahumma lebeik, lebeik la sharika lak lebeik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Të përgjigjem, o Zot, të përgjigjem, ti nuk ke shok, ti të takon çdo lavdërim, mirësi dhe pushtet ti nuk ke shok, që ata të ndjejnë edhe në zemrat e tyre. O Zot i lartësuar, robërve tu të cilët kanë vendosur ta kryejnë haxhin, lehtësoje detyrat e haxhit dhe pranoje haxhin e tyre. Pastroj ata nga mëkatet dhe mundsohu që të qëndrojnë në Arafat me xhiler tjerë, që ta kryejnë sajin midis Safas dhe Merves, që të bëjnë tavaf rreth Qabës dhe nga respekti ta prekin ngurin e zi. Ndëroj ata me vizitën e varrit të njerëzit më të mirë, duke qëndruar para tij me porulsi dhe respekt dhe dhuroju shefatin e tij. O Zot i madh, pranoj lutjet e haxhinëve tanë për muslimanët kur t'i bëjnë dhe për Qabën që e bëjnë në Arafat dhe në vendet të nderuara. Mbroj haxhitët tanë nga shqetësimet, nga të këqijet dhe gabimet dhe mëkatet. Pranoj lutjen tonë, na lehtëso kryerjen e detyrave tona fetare, na pastro neve nga mëkatet, na gëzo zemrat tona me ndihmën tënde të cilën do adhurosh gjithë muslimanëve. O Zot i gjithfuqishëm, bëje këtë tubim të bekuar dhe lutjen tonë të pranuar, si dhe lutjen e secilit që zemra e tij është e etur për të vizituar vendjet e shenjta. Ruaj haxhilerët e tanë nga e keqja në tokë, në det dhe në ajër. Dhuroj atyre mundësinë që të pasrohen nga mëkatet dhe të shëndetshëm e të lumtur të kthehen në dheun e tyre. Ne të lutim, o Zoti i mëshirshëm, të na udhëzos në rrugën e drejtë, të ndriço zemrat tona, të shpëto shpirtat tonë nga neglizhimi, që gjendja jonë të përmirësohet dhe haxhinëve tanë t'ju japësh mundësinë ta kryejnë haxhin dhe ta vizitojnë varrin e të dashurit tënd Muhamedit alayhis salam. O Zoti i lartësuar, mundsoj ta kryejnë haxhin ata që janë të etur për të bërë këtë, por që momentalisht nuk kanë mundësi materiale apo janë të sëmur. O Zoti i dashur, siç na ke të buar në këtë vend, na të bëj gjithashtu në xhenet, na bëj që të jemi afër me Muhamedit alayhis salam. Zoti i, na dhuro të mira në këtë botë dhe në botën e ardhshme dhe na mbron nga zjarmi i xhenemit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.